إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun, Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë, vetëm prej Tij falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut i lutemi që të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është vetëm se pasojë e veteve, e sjelljeve, e fjalëve dhe e asaj që ne bëjmë, cilin do që i madhi Zot Allahu e udhëzon, e drejton, nuk ka kush ta humb dhe devijoj, dhe cili do që humb dhe devijon dhe zgjedh për veten e tij të kotën, nuk mund ta udhëzojë te e drejta dhe e vërteta askush tjetër përveç Allahut xhallal xhelanu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtet, Zot që meriton të njihet si Zot e të adhurohet si Zot përveç Allahut. Ai është një i vetëm pa shok. Allahu është i pa imagjinueshëm nga mendjet njerëzore, sido që të imagjinohet, nuk është ashtu. Ai është një dhe i vetëm, nuk ka bir as bi, nuk ka bashkëshorte, nuk ka të ngjashëm. Lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Asgjë si ngjan me Allahun, ai është dëgjuesi i gjithçkaje dhe shikuesi i gjithçkaje. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte njeri i dërguar i Zotit, vula e profecisë në tokë, domethënë mbas tij më nuk ka profet dhe profeci. Mirësi dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në kiamet, deri në ditën e gjykimit. I madhi Zot Allahu xhallal xhelalu na porosit në Kur'an neve muslimanëve kur thot: "O ju që keni besuar, friksojeni Zotit siç e meriton, dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman të mirë, musliman të vërtet." Kjo është sfida jonë, që të jetojmë si musliman të mirë dhe të vërtet, dhe kur të vi vdekja të jemi musliman të mirë dhe musliman të vërtet. Qofshim prej këtyre njerëzve. Amin. Ne jemi në rrugtimin ton dhe meditimin ton mbi surën El-Anfal. Shumë interesante kjo sura o vëllezër, pavarësisht emrit që ka, po faktikisht mësimet që ka brenda kjo sure janë madhështore si të gjitha ajetet e Kur'anit normalisht. Dhe ne do të ndalim sot tek një ajet kuranor, fjalat madhit Zot: "Ja ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhu fadlin 'azim." Do të ndalemi pikërisht te ky ajet kuranor në surën El-Anfal dhe tek fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Ittaqillaha haythu ma kunt." Druju Zotit kudo që të jesh, jo vetëm kur ka njerëz, por edhe kur je vetëm. Jo vetëm kur të shohin, por edhe kur nuk të shohin. Jo vetëm kur ka kamera, por edhe kur nuk ka kamera. Jo vetëm kur ka drita, por edhe kur s'ka drita. Do të dalim pikërisht te ky ajet. Fjala takwa ose urdhni i Zotit, ne nganjëherë përkthejmë kështu rond dhe themi friksojeni Allahut. Po faktikisht takwa është më shumë se sa thjesht me ju friksu Allahut. Është reflektim. Zoti thotë reflektoni mbi atë që besoni dhe ndryshoni jetën tuaj. Se nuk bën dobi që një të ketë frikë e të jetë po i njëjti. Të ketë frikë
e nuk zbaton atë që duhet bërë, apo nuk heq dorë prej asaj që nuk duhet bërë, sepse pastaj nuk ka kuptim. Si thotë fjala popullore, nuk puqet zoni me figurën. Thirrja që Zoti i Madh neve na bën në Kur'an dhe ne ngjojmë xhuma për xhuma, o njerëz, drurin i Zotit, friksojeni Zotit, etj, është një thirrje që njeriu të reflektojë. Për këtë arsye, duhet me i dhonë për kufizimin që të kuptojmë se çfarë është. Njëri prej shokëve të pejgamberit alayhis salam tha, takuaja ç'është takuaja? Tha ti je i mbrojtur. Të vendosësh mes teje dhe zjarrit të xhehenemit një mur mbrojtës. Dhe ky mur ngrihet mbi dy lloj tullash, urdhëresat dhe ndalesat. Sa më i përkushtuar të jetë njeriu në urdhëresa dhe sa më i kujdesshëm ndaj ndalesave, aq më shumë ka shtu tullat e këtij muri dhe aq më shumë është i mbrojtur. Dhe sa herë që hiqet një nga këto tulla, qoftë urdhëresë apo ndalesë, faktikisht ti ja ke paraqitur vetes zjarrin e xhenemit. Ka mundësi, a Zoti fal, s'ka dyshim, a Zoti mëshiron, nuk ka dyshim, a Zoti që ndoshta për i vepër të mirë shumë të thjesht mund ta falë robën e tij, nuk ka dyshim për këtë pjesë. Ama që ti po lu bixhoz me fatin tënd në botën tjetër duke luajtur bixhoz. Dhe nuk ja vlen që njeriu të luajë bixhoz me zjarrin e xhenemit. Si ja vlen? Bixhozi është haram, i ndaluar, sidomos kur bëhet fjalë që ti lu me jetën tënde, që vetëm një herë të jepet mundësia ta jetosh. E në sajt e kësaj jete o fiton ose humb. E në ajetin që ne lexuam, ose kur e pyeti Omer ibn Khattabi njërin prej sahabëve, i tha, a ma shpjegon, tha, çdo më thonë që njëri me qenë takuali, siç mund ta shprehim. Tha, o prisi besimtarve, atë ka bërë në një herë vakitha të ecësh në një rrugë me ferra e me gjemba dhe me pluhur dhe e pisët, dhe ti ke pas veshta një robë të bardhë. Si e ke trajtu veten dhe robën? Tha Omer radiallahu anhu, tha, kam ngritë robën time, tha, jam kujdes që as mos më kapin ferrat, as mos më bëhet pis. Tha, ky është imani i njeriu. Ferrat dhe pisliku janë gjunahet e njeriu. Mosbatimi i urdhnave të bopis, bërja e ndalesave të gërvish. Për këtë arsye njerëzit, kur do të kalojnë mbi sirat, urën e cila vendoset mbi xhehenem, pejgamberi alayhis salam çfarë tha? Dhe anash kësaj ure ndodhen ganxha që i tërheqin njerëzit si mas gjunaheve të tyre në këtë botë. Prandaj dhe njeriu duhet të jetë i kujdesshëm, prandaj dhe njeriu duhet të reflektojë, prandaj dhe njeriu duhet pendohet, prandaj dhe njeriu duhet ta edukojë veten e tij me kujdesin më të madh, sepse nga një herë një fjalë që ti si kushton rëndësi mund të jetë shumë e të dëmtoj shumë, edhe nga një herë e kundërta diçka që ti nuk i kushton rëndësi mund të fitosh nëpërmjet saj shumë. Prandaj dhe njeriu duhet të jetë i kujdesshëm. Për këtë arsye, po ta shohësh Kur'anin famëlar, gjëja e parë që përmend Allahu në Kur'an mbas surës El-Fatiha është pikërisht kjo gjë. Alif Lam Mim, Dhalikel kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Kur'ani është libri më i sigurt, më i pa manipuluar. Libri më i sigurt, më i mbrojtur, i cili është udhëzim për njerëzit e devotshëm. Për njerëzit e devotshëm, për këtë po flasëm. Për devotshmërinë. Urdhri i parë në Kur'an është devotshmëria. Ja ayuhan nasu taqu rabbakum. Pra o ju njerëz, jini të devotshëm, të përkushtuar ndaj Zotit tuaj.
Dhe kur përmenet për herë të fundit në Kur'an o vëllezër, në surën Amma Yatasaalun, përmenet rezultati i saj, inna lil muttaqina mafaza. Allahu për të devotshmit ka përgatitur dhurata pafund, që si mendon njeriu dot. Dhe unë mendova sot në këtë hutbë xumaje të ndalem në disa pika o vëllezër, sepse kur kam lexuar rreth kësaj teme, gjeta një libër të një dietari të madh, Sheikh Ibn Uthayminit, i cili ka sjell 113 ajete, vetëm ajete, cilat flasin për frytet, dobit, urtësit e devotshmërisë në Kur'an. E unë këtu me i majti 113, sa ka përmen ai hoxha i bjerë që me vazhdu deri për akşam, po unë të përmen, jam munduar të kap më të rëndësishmet që të absorbojmë, të kthejmë në punë edhe në jetë, insha Allahu Taala. Le të shohim një ajet kuranor ku Zoti flet për jetën tonë në këtë botë dhe devotshmërinë ndaj Zotit, sa janë të lidhura me njëra tjetrën. Tha Zoti: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kush i përkushtohet, kush i friksohet Zotit, pra kush i përmbahet, tha Allahu do ta furnizoj nga rrugë që ai nuk i ka menduar kurrë. Neve nga njëherë në jetën tonë përballemi furnizimi ose adhurimi dhe mendojmë se po ta adhurojmë do na humbi furnizimi. Zoti thotë jo. Të rri përkushtuar ndaj Zotit se do të çeli Zoti rrugë të tjera. A nuk e din Allahu xhalla xhelaluhu se ti po sakrifikon ndoshta punën tate apo pozicionin tënd për hatër të xhumas dhe e le dhe sakrifikove. A nuk e din Allahu xhalla xhelaluhu që ti po e bën për hatrin e tij këtë punë? A mendon ti se Allahu nuk ka përshpërbly? Yarzuqhu min haythu la yahtasib, yaj'al lahu makhraja. Ja çel Zoti rrugët, sprovon veç ama. Të vjen një moment që ai thot: "O puna o xhumaja, o puna o namazi, o puna o shamia." Dhe njeriu vjet në sprov. Ta bëj mos ta bëj. Në momentin që njeriu thot: "Pritë vëlla, do të bëhet që thot Zoti dhe që kënaq Zoti." Dhe e vendos pasha Allahun e madh, ndoshta të njëjtët do të thrasin, ose të tjera rrugë do të hapen. Thjesht duhet me qëndru në provim, kaq. Thjesht duhet me nejt. Si puna ati në zonë, si që shkon provim dhe si kujtohet asnjë gjë. Çfarë duhet boja, i dali për jashtë? Apo tri aty? Duhet tri aty, se ndoshta i vjen men, ndoshta kujtohet, ndoshta në 10 minutëshin e fundit i kalon të gjitha. Dhe ne jena në provë, në provim jemi. Tha Zoti në ajetin tjetër: "O men yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Kush i friksohet Zotit, Allahu do t'ja lehtësoj gjërat në këtë botë. Po ka për të lehtësuar Allahu, se Allahu nuk rren. Allahu thot vërtetën. Thjesht duhet ta besosh këtë gjën dhe duhet jesh i sigurt në atë që ka thënë Zoti. Po që i sigurt, po pasha Allahun e madh, pasha Allahun e madh, Zoti i madh, jo njeriu që ka për ta bot but ndaj teje, po edhe gurin, edhe drunin, edhe ujin. Se këta e në dorë të kujt, të Allahut. E ti përderisa e bën për hatër të Allahut, nuk e tradhton Allahu robin e tij. Nuk e tradhton Allahu dashmin e tij kurrë. Se ne në jetën tonë themi kur mikun, një ish më ka dali herë në krah, një ish më ka bon herë, dikush se harroj kur, e do të shpërbëj ne, e kush jemi ne. Po Zoti i madh, që një moment caktuar ndodhet përballë një sprove dhe duhet zgjedhë mes asaj që thot Zoti dhe dynjas dhe hallëve të kësaj bote. Pasha Allahun, fjala e Zotit është hak. Fjala e Zotit është e vërtetë. Ose ajeti tjetër kuranor, ku Allahu xhalla xhelaluhu tha: "E nëse me të vërtet ju e fiksoheni Zotit, Allahu xhalla xhelaluhu", që ajeti që ne pra
po lexojmë që kemi surën Al-Anfal, do t'ju japi fuqinë dhe dritën për t'i dalluar gjërat. O vëllezër, sa më i përkushtuar të jetë njeriu ndaj Zotit, aq më mirë i shef gjonat. S'ka dyshim, o vëllezër, sepse ai ka nurin e Allahut, ka dritën e Zotit, ka udhëzimin e Allahut. Nuk gabon lehtë besimtari. Sa më i përkushtuar të jetë, i përkushtuar nuk do thotë të jesh të veçel, të jesh avdall. I përkushtuar do thotë të jesh i mprehtë, të jesh vigjilent, të jesh i ndjeshëm, të jesh i kujdesshëm. Ky është kuptimi. E njëri që me të vërtetë është i lidhur fort me Zotin, s'ka nevojë me vramenjen shumë, se ja jep Zoti orientimin dhe drita e imanit dhe e përkushtimit të tij nuk ja bën gjërat gri asnjëherë. I shef gjërat me ngjyrat që kanë. Allahu na bof për këtyre njerëzve. Amin. E në ajetin tjetër Allahu xhelalu tregon se sa më e lartë të jetë nota e përkushtimit dhe devocionit ndaj tij, aq më e lartë është shkalla e vilajetit. E keni dëgjuar për atë fjalën ju evlijat. Sa njerëz bëjnë shirk dhe i bëjnë shok Allahut dhe dalin nga Islami duke shku ke evlijat, duke kërku prej tyne, duke ju lut atyne, duke çu meneri ju shkanatjeret, e mbathjet, e brekët, në përvarret e tyne, e në për mekamet e tyne, etj. Faktikisht, evlija është çdo musliman besimtar, thot Zoti në Kur'an. Ela inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Evlija të Allahut janë të gjithë besimtarët. Sa më të përkushtuar të jenë ndaj Allahut, do më thonë, sa do i lodh të jetë njeriu në besimin e tij, në veprat e tij, ai është evlija i Zotit. Po normalisht dikush është shkalla 2, dikush është shkalla 4, dikush është shkalla 20, dikush është shkalla 30, dikush është shkalla 99, dikush është shkalla 100. Në bazë të kujt? Në bazë të asaj që bën ose s'bën, në bazë të asaj që zbaton ose në bazë të asaj që ruhet. Ama evlija, që do me thonë shqip, i dashëm i Zotit, i zgjedhëm i Zotit, i veçantë i Allahut. Do me thonë nëse të prek dikush, ka luft me Allahun. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e njohur, hadithin e saktë, men ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kush më prek të dashmin tim, do i shpall luftë. Kush më ngacmon të dashmin tim, evlian tim, kush ma prek, kush ma ngacmon, kush ma lëndon, kush ma mërzit, do t'i shpall luftë. Ka që vëllezër mjafton që njeriu t'i përkushtohet, që njeriu t'jeti vëmendshëm, që njeriu të bëj kujdes, që njeriu t'i listoj gjërat, çfarë më ka urdhënu dhe çfarë më ka ndalu. Sa i si ka bo për vete këto punë, i ka bo për ne. E nëse do të vazhdojmë, do të gjejmë se është gjëja që sjell bekimin nga qielli dhe nga toka, thot Zoti në Kur'an. Sikur njerëzit ishin përkushtuar ndaj Zotit, do të çelnin bekimet nga qielli e do të dilnin bekimet nga toka. Sa më i përkushtuar të jetë njëri aq më marr, ja bën Allahu jetën në këtë botë. E në ajetin tjetër Allahu xhelaluhu thot se ruajtja dhe mbrojtja nga rreziqet e kësaj bote vjen sipas shkallës së devotshmërisë që ka njeriu. Dhe ajeti tjetër, veprat e mira pranohen kur njeriu ka devotshmërinë. Dhe ajeti tjetër, se Zoti ruan familjen edhe fëmijët kur njeriu është i devotshëm. Dhe ajeti tjetër, i madhi Zot Allahu xhelaluhu thot, i kemi shpëtuar nga dënimi ata cilët ishin të devotshëm dhe të përkushtuar. Nuk zbret Allahu dënim në i popull kur ka njerëz devotshëm, kur ka njerëz përkushtuar ndaj tij. Pra ata janë sebebi që Zoti modheron popujt edhe njerëzit. E ajeti tjetër ku i madhi Zot
subhanallah, tregon se shkalla e devocionit dhe e devotshmërisë i jep njeriu një lloj vllaznilliku dhe dashnie që nuk përfundon në jetën e kësaj bote, po vazhdon deri në botën tjetër. Ka thënë Zoti në Kur'an: "Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin." Të dashmit dhe shokët e kësaj bote, aleancat e kësaj bote, në botën tjetër kthehen të gjitha në armiqësi, përveç devotshmëve, përveç njerëzve të devotshëm. Ato do të vazhdojnë të jenë vëllezër me njëri tjetrin dhe të dashën njëri tjetrit edhe në botën tjetër. Dhe ju të gjithë ju shkon ndërmend besoj hadithe e pejgamberit alayhis salam, ku besimtarët në xhenet i kërkojnë Allahut vëllezërit e tyre. Thonë: Allah, po nuk po i shohim. Janë falë me ne, kanë agjëruar me ne, kina boj iftar bashk, kina shku në haxh bashk, kina net për xhuma bashk. Thotë Zoti, do të vinë dhe ata në xhenet. Do të vinë. Thotë pejgamberi alayhis salam, dhe si ndahen banorët e xhenetit së kërkuar i Allahut, derisa t'ju thotë Allahu xhella xhelaluhu, shkoni dhe merrni vëllezërit tuaj nga xhenemi, futini në xhenet. Thonë: o Zot, po si ti njohim vëllezërit tan? Tha Zoti i madh: ftyrat që i kanë rënë sejdë Allahut, nuk i tret zjarri i xhenemit, do t'i njihnin në bazë fytyrës dhe shkojnë i morin vëllezërit e tyre dhe i sjellin në xhenet. Kjo është dashnia e vërtet, kjo është vllaznia e vërtet, kjo është aleanca e vërtet. Për këtë arsye tha Zoti: innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Mes atyre që kanë besuar dhe bërë vepra të mira dhe kanë qenë devotshëm, Allahu do të krijojë wudda, dashni. Lusë Allahun që kjo dashni na më lidh me njëri tjetrin dhe lusë Allahun që kjo dashni të jetë sebeb që të ndërmjetësojmë për njëri tjetrin në botën tjetër, por nuk e pam njëri tjetrin në xhenet. Amin. Thash o vëllezër, kur përlezoja rreth kësaj teme dhe gjeta atë librin e atij dietarit, thash me veten time subhanallahu, çfarë të marrë njeriu dhe çfarë të lejë nga kjo temë. Po jam mundu të marr ato që janë më të prekshmet për ne dhe më të absorbueshmet, siç e thash në pjesën e parë të hutbes. Për ta mbyllur me një ajet kuranor, ku Zoti tregon se këta njerëz ku do të jenë në botën tjetër. Okej, do të jenë në xhenet, dihet. S'kan punë me xhenemin, dihet. Po ka një gjë të veçantë që Allahu e ka përmendur shumë interesante. Tha Zoti kur flet pikërisht për njerëzit e devotshëm, ku e kanë vënë? Tha: fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Subhanallahu. Po ta shofësh gruan e Firaunit, kur u lut gruaja e Firaunit, ishte besimtare, Firauni ishte tiran, zullumqar. Ajo lut dhe tha: Rabbi, gjoje, Rabbi bni li indeke bejten fil gjenne. O Zot, se ja hapi Zoti perdet asaj. Nga që, do më thëmë, ditën ndëshkohej nga shërbëtorët e Firaunit, edhe ajo tha: o Zot, ma ndërto gjoje, o Zot, ma ndërto të ti një shtëpi në xhenet. Thonë komentatorët, zgjodhi komshiun para venit. Allahu ekber. O Zot, ma ndërto një shtëpi të ti në xhenet. Allahu ekber. Se xheneti është shkallë. Po është një shkallë e xhenetit që ka për tarac, për tavan, arshin e Allahut. E Allah është mbi arsh. Çfarë tha? O Allah, o Zot, tha, ma ndërto një shtëpi të ti në xhenet. E Allahu xhelle xhelalu këtu çfarë tha? Për devotshmit dhe për kushtuarit. Allahu ka përgatit një vend të padiskutueshëm inda malikin muqtadir, tek Zoti i plot fuqishëm. Pra janë të unë. Ta janë trajtim i veçantë. E hadithi që ne përmendëm në fillim të hutbes, ka qenë një hadith që pejgamberi alayhis salatu wassalam e kalon si amanet ndaj një sahabiu që i tha: o Muadh, i tha, ndoshta është hera fundit që shifemi bashkë. Tha Muadh, o pejgamberi i Zotit, po kthehem, nuk po iki. Tha: ja, iki, se ke punë. Ke punë në kuptimin për të ftuar njerëzit në Islam. Çoj në Yemen.
Tha pejgamberi Zotit, ma le një amanet që ta kem, ta friksoj Zotit kudo që ti jesh. Nëse bën një gjunof, bëj të mirë, se e mira ka për ta fshi gjunofin që ke bërë. Dhe sillu me njerëzit me edukat dhe me sjellje. Kështu që e para gjë është që ne ta ndjejmë Allahun xhelalu kudo që të jemi. Nuk ka lidhje me kamerat, nuk ka lidhje me njerëzit, nuk ka lidhje me dritat. Pa mund të jetë njeriu gjatë gjithë kohës i tillë, është e vërtetë që është e vështirë me qenë i tillë, po të paktën kur të kujtohet të pendohet. Kur të kujtohet thotë Zot më fal. Kjo kërkohet për nesh o vëllezër kur jemi në shtëpi. Kjo kërkohet për nesh kur jemi në punë. Kjo kërkohet për nesh me komshiun. Kjo kërkohet për nesh për i plom tokë që hajemi me kufitarin. Kjo kërkohet për nesh për letrat e një prone që ne pretendojmë me padrejtësi. Kjo kërkohet për nesh kur jemi në gjyq dhe duhet dëshmojmë vërtetën dhe drejtën. Kjo të kërkohet për nesh kur ne bohemi me vllajin, edhe pse është ngabim, ose bohemi me gjakun, edhe pse është ngabim. Kjo kërkohet për nesh. Kjo kërkohet për nesh edhe në atë moment që ti duhet ta pranosh gabimin dhe fajin. Dhe thush po, e bona, Zotin fal. Kërkoj hallallikun. Se o vlezën, më mirë më uskuq, e më unëzi, e më zverd në këtë botë, se sa më u pastru në zjarë xhehenemit, sepse nuk ja vlen me lujt biçoz, me gjën më të shtrenjtë që ka njeriu, jeta e tij. Zoti na falt, e Zoti na mëshiroft.